Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku zbulon të vërtetën ja si të shpëtoni nga fryrja e këmbëve në kohë rekord. Receta me mente. Në gjysmë litër ujë shtoni 2 lugë gjelle mente të tharë dhe vëreni të zgjej për plot 20 minuta. Pastaj hiqeni nga zjarri, lëreni që të ftohet dhe më pas kullojeni. Në vazhdim, ruajini lëngun e mbledhur për 1 javë në frigorifer. Aplikojeni në këmbë kur i ndjeni të ënjtura dhe njëkohësisht të lodhura. Receta me dafin. Merrni disa gjethe dafine dhe 1 enë me ujë. Mbushni 1 enë me ujë dhe hidhni në të gjethet e dafinës. Vendoseni në zjarr të vlojnë për 20 minuta. Më pas, largoheni nga zjarri, lëreni të ftohet pak dhe zhysni këmbët në të. Mbajeni për plot 20 minuta. Më pas, vishni një palë çorape në mënyrë që të mbani të njëjtën temperaturë edhe për pak kohë. Bëni të njëjtën gjë çdo ditë dhe nuk do të ndjeni probleme me këmbët tuaja. Mjekët rekomandojnë ta ndiqni këtë procedurë të paktën për 1 javë çdo 6 muaj. Në rast se keni ëndje serioze të këmbëve, ju thjesht mund të përgatisni një dush me gjethe dafine në mëngjes, si edhe në mbrëmje. Për të hequr qafe djersitjen e këmbëve, bëni një dush para se të flini dhe hidhni 20 deri në 40 gjethe dafine. Qëndrimi për një kohë të gjatë në këmbë shkakton ëndje të tyre. Shumica e rasteve ëndjen është normale, por mund të jetë edhe shenjë e një problemi mjaft serioz për shëndetin. Një sëmundje e tillë, siç është edema, e cila ndodh kryesisht për shkak të akumulimit të lëngjeve në indet dhjamore të nënlëkurës. Edema gjithashtu shkaktohet zakonisht nga shtatzania, infeksionet në lëkurë, medikamente të ndryshme, hormonet, obeziteti, artriti, problemet me veshkat ose mëlçin. Ja se çfarë duhet të bëni nëse ju janë ënjtur këmbët. Vendosni këmbët tuaja në një enë me ujë të nxehtë. Pas 10 minutash vendoseni në një enë të mbushur me ujë të ftohtë për plot 30 sekonda. Përsëriteni këtë 3-4 herë duke përfunduar sigurisht me ujë të nxehtë. Çaji i majdanozit. Një produkt mjaft i mirë për ëndjen e këmbëve është sigurisht edhe majdanozi. Ju duhet që të përdorni majdanoz të freskët bashkë me farat dhe njëkohësisht me rrënjët. Majdanozi është një diuretik i shkëlqyeshëm i cili ndihmon veshkat të largojnë lëngjet e tepërta nga trupi. Prisni mirë gjethet dhe rrënjët. Vendoseni në një kullojës dhe këtë të fundit vendoseni në një enë me ujë të valuar dhe lëreni të zgjejë për plot 5 deri në 7 minuta. Hiqeni nga ena dhe aty shtoni pak mjaltë, limon ose xhenxhefil sipas dëshirës. Konsumojeni këtë përzierje çdo ditë në mënyrë që ajo të japë rezultate të menjëhershme. Para se ju të kryeni këto receta popullore, ju duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj, pasi jo çdo kur vepron njësoj tek të gjithë njerëzit. Sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju japim disa këshilla dhe metoda natyrale që ju mund t'i përdorni për të ndaluar fryrjen e këmbëve. Ëndja pa dhimbje e këmbëve ose kyçeve është e zakonshme dhe mund të ndodhë për një sër arsyesh. Shkaqet e këmbëve të fryra gjithashtu mund të përfshijnë qëndrimin për një kohë të gjatë në këmbë, shtatzania, faktorët e stilit të jetesës, kushte të caktuara mjekësore. Kur lëngu grumbullohet në inde, quhet edem, ndërsa edema zakonisht të zgjidhet vetë. Ka disa ilaçe shtëpiake të cilat mund të zvogëlojnë ëndjen më shpejt dhe të rrisin rehatin tuaj. Këto janë disa metoda natyrale për të provuar. Pini 8 deri në 10 gota ujë në ditë. Marrja e lëngjeve të mjaftueshme në të vërtetë ndihmon në reduktimin e ëndjes. Kur trupi juaj nuk është i hidratuar mjaftueshëm,
ai mban në lëngun që ka, kjo më pas kontribon në ëndje. Evitoni nxehtësinë. Sigurisht rregulli i parë në këtë rast është evitimi i qëndrimit për kohë të gjata në vende të nxehta. Mundohuni ta mbani trupin sa më të freskët që të jetë e mundur. Për ta bërë këtë, sigurohuni të mos qëndroni shumë në kontakt të drejtë për drejtë me dritën e diellit. Gjithashtu ju duhet të evitoni shëtitjet apo daljet gjatë orëve kur termometri shënon temperaturë shumë të lartë. Mbani gjithnjë me vete një shishe me ujë të ftohtë gjatë periudhës së verës në mënyrë që të freskoni trupin dhe kyçet. Evitoni banjot dhe dushet e gjata në vaska me ujë të nxehtë. Në vend të kësaj përdorni ujë të vakët. Pasi të bëni dush, mos harroni të lani këmbët me ujë të ftohtë para se të dilni. Mos qëndroni pa lëvizur. E rëndësishme është që të mos qëndroni gjithnjë në këmbë apo të ulur. Trupi juaj ka nevojë për ndonjë lloj aktiviteti në mënyrë që të funksionojë siç duhet. Prandaj, gjatë ditëve kur keni qëndruar shumë në këmbë, mundohuni që të pushoni, ndërsa gjatë ditëve kur keni qëndruar shumë ulur apo shtrirë, mundohuni që të ecni, qoftë edhe nëpër shtëpi. Gjithashtu nuk rekomandohet as qëndrimi këmbë-kryq, pasi dëmton qarkullimin e mirë të gjakut. Ngrini këmbët lart. Nëse keni këmbë dhe kyçe të fryera, një nga gjërat që duhet të bëni për të rregulluar qarkullimin e mirë të gjakut është pikërisht kjo. Forca tërheqëse e gravitetit e përkeqëson fryrjen dhe lodhjen e këmbëve, ndaj mundohuni që t'i mbani këmbët tuaja lart. Mundeni t'i vendosni në një karrige ose sipër një jastëku në mënyrë që gjaku të qarkullojë më mirë. Mjekët rekomandojnë ta bëni këtë 3 deri në 4 herë në ditë, nga 30 minuta nëse vuani nga ky problem. Fusni këmbët tuaja në ujë të ftohtë me krip për rreth 15 deri në 20 minuta. Kripa jo vetëm që mund të ndihmojë me dhimbjen e muskujve, por gjithashtu mund të zvogëlojë ëndjen dhe inflamacionin. Teoria është se kripa Epsom nxjerr toksinat dhe rrit relaksimin. Bëni disa ndryshime në dietë. Reduktimi i marrjes së natriumit mund të ndihmojë në uljen e ëndjes në trupin tuaj duke përfshirë edhe këmbët. Zgjidhni versionet me pak natrium të ushqimeve tuaja më të preferuara dhe përpiquni që të përmbaheni edhe nga shtimi i kripës në vakte. Masazhoni këmbët. Masazhi mund të jetë ndihmues për këmbët e fryera dhe gjithashtu mund të nxjisë relaksimin. Këmbë të fryera nga vapa. Ndjesia e gjymtyrëve të rënda të cilat duken sikur do të marrin flak nga momenti në moment nuk është as pak e pëlqyeshme. Kjo gjendje mund të kthehet në një bezdi dhe në një pengesë të përditshmërisë, duke ju bërë ju që të ndiheni të lodhur vazhdimisht. Ka disa arsye se pse temperaturat ekstreme ndikojnë kaq shumë këmbët dhe fryrjen pa pushim të tyre. Rritja e temperaturave dhe ardhja e stinës së verës do të thotë këpucë më të lehta me kyçe dhe këmbë të zbuluara. Ndonse për shumë njerëz kjo periudhë është e pëlqyeshme, pikërisht për këtë fakt, atëherë ju duhet të dini se ky fenomen kthehet më pas edhe në një rëndesë të trupit e cila shkakton fryrje të këmbëve. Kur trupi juaj ndjen shumë nxehtësi për periudha të gjata, venat do zgjerohen, duke lejuar lëngjet e tij të kalojnë në stasi të mëdha. Për shkak të gravitetit, gjaku që rrjedh shumë shpejt shkon me shumicë në zonën e këmbëve, duke u kthyer në një problem për pjesën tjetër të trupit, ku përveç këmbëve të rënduara, as zemra nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.